Turizmi në Shqipëri zë një vend në faqet e revistës britanike Financial Times. Në shkrimin që e quan vendin ton një Itali e vogël, thuhet se plazhet e bukura me çmime të ulta janë bërë zgjedhje e parë për pushuesit italian. Artikulli përmend ndër të tjera vizitën e kryeministres italiane Giorgia Meloni disa ditë më parë, duke thënë se ajo ju bashkua mira pushuesve që kanë zgjedhur vendin ballkanik këtë verë. Meloni zgjodhi një rrugë me kosto të ulët, duke marrë një tragjet nga rajoni jugor italian i Puljas, ku ishte me pushime me familjen e saj, drejt portit shqiptar të Vlorës, shkruan Financial Times. Një nga vendet më të varfra të Europës, Shqipëria ka luftuar për dekada me radhë për të larguar reputacionin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, që ka shtyrë qindra mijëra shqiptar të emigrojnë, vijon më tej shkrimi i revistës britanike për Shqipërinë. Sipas saj, vendi ynë tani po gëzon një ringjallje ekonomike për shkak të bumit turistik. Të tërhequr nga plazhet e saj mesdhetare me çmime konkurruese, pasagerët e linjave ajrore në Shqipëri janë dyfishuar në qershor të këtij viti. Hapja e linjave me kosto të ulët për në aeroportet shqiptare kontriboi në këtë drejtim, shkruan Financial Times. Gazeta britanike shkruan se shumë pushues në Shqipëri janë italianë që i kanë shmangur udhëtimet brenda vendit të tyre për shkak të kostove të larta. Një prioritet më shumë për ta, sipas shkrimit të Financial Times, është se shumë shqiptar flasin italisht. Artikulli vijon duke përshkruar Shqipërinë si një destinacion turistik të momentit, me plazhet e saj me rërë të bardhë të ngjashme me Karaibet.